Ditën e djeshme Luizi ka bërë një super prezantim për bashkëshorten e tij, e cila ishte një surprizë e bukur për të dhe për të gjithë ne, por gjatë kësaj sekuence Luizi shfaqi live një pakënaqësi në formë sqarimi për Kiarën që ajo nuk është e vetëm dhe gjithmonë do jetë ai në krah të saj. Ai u shpreh se telefonat larg ishte dhe për çdo njeri që e ka lënë në hije Kiarën nuk mund ta mbulojë dot dritën e saj, sepse ajo është vetë një diell me dritë të forta. Por mbas këtij prononcimi ai është larguar nga studio duke i uruar suksese të gjithë dhe mbas pak minutash ai ka reaguar në mënyrë popullore ku shpreh se virtualisht han edhe live të kërkojnë falje, por ky reagim ishte i përputhshëm me një postim të Anaidit, producentit të njohur të muzikës, i cili ka reaguar për Kiarën edhe ka thënë që ajo e ka kaluar fazën e luftës me produksionin tashme, ajo ja ka dalë pra është një kampione. Me sa duket ky postim e ka ngacmuar Luizin, i cili e din fort mirë situatën dhe ja ka kthyer kështu mënyra e tij e revoltuar. Tregon se fshihet një debat i cili e ka bërë Luizin të reagoj. Ai u shpreh se reagon gjithmonë për të vërtetën dhe as nuk heq e as nuk shton gjëra. Por çfarë ka ndodhur konkretisht mes tyre? A do të ketë një përballje mes dy individëve apo thjesht do kalojnë në heshtje e gjitha kjo situatë? Mediat po shkruajnë një përplasje e fortë dhe pa doreza ka ndodhur orët e fundit në Instagram mes Anaid Kalotit dhe Luiz Eilit. Shkëndija e parë erdhi nga Anaidi. Në një postim të gjatë në Insta Story, ai ka thëmbuar hapur Luizin, pa ia përmendur emrin, por duke i referuar qartë situatës, duke i sugjeruar se drama nuk shet më dhe se lufta me produksionin ka mbaruar. Anaidi ka marrë në mbrojtje Kiarën, duke renditur sukseset e saj në Top Channel, nga portokallit e Fan Club, dhe duke theksuar se ajo është mirënjohëse, ndryshe nga çfarë pretendohet. Shpresojmë që të dy të mbeten miq dhe t'i sheshojnë keqkuptimet ose hatërmbetjet. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.